Një ditë më parë u njoftua se autoritetet në Abu Dhabi të Emirateve të Bashkuara Arabe kishin arrestuar Dritan Gjikën, i cili dyshohet si drejtuesi një sindikate shqiptare të trafikut të drogës. Arrestimi i Gjikës është pasuruar nga një mosmarrëveshje ligjore mes Ekuadorit dhe Spanjës, pasi të dy shtetet kërkojnë ekstradimin e shqiptarit. Gjika, i njohur si Toni, është në arati që nga viti 2024, ndërsa ishte shpallur në kërkim për orkestrimin e një operacioni transnacional të kontrabandës së kokainës nga Kolumbia përmes Ekuadorit në Evropë. Arrestimi i konfirmuar nga autoritetet ekuadoriane më 26 maj 2025 rrjedh nga çështja Pampa, një hetim i përbashkët nga Ekuadori dhe Spanja, që zbuloi një rrjet përgjegjës për pastrimin e mbi 30 milion dollarëve përmes kompanive ekuadoriane. Bosi shqiptar i kokainës, Dritan Gjika, 48 vjeç, është arrestuar në Ekuador për rolin e tij në drejtimin e operacionit të kartelit për të importuar male me kokainë përmes Costa del Sol. Sindikata dyshohet se përdorte biznese të ligjshme, duke përfshirë eksportuesit e bananeve për të fshehur ngarkesat e kokainës në kontenier frutash të destinuar për në portet evropiane. Kapja e Gjikës ka bërë që Ekuadori dhe Spanja të fillojnë procedurat e ekstradimit. Vendimi tani u takon autoriteteve të Emirateve të Bashkuara Arabe, të cilat do të përcaktojnë se cili vend do ta ndjek penalisht i pari të dyshuarin. Duke pasur parasysh provat e shumta të mbledhura nga agjencitë ligjzbatuese të të dy shteteve, rezultati i kësaj betejë ekstradimi mund të ndikojë ndjeshëm në luftën më të gjerë kundër rrjeteve ndërkombëtare të trafikut të drogës. Kush është Dritan Gjika, i lindur në 1976 dhe që jeton në Ekuador që nga viti 2013, është një nga figurat kryesore në çështjen që policia hetoi në mënyrë konfidenciale në vitin 2021. Rasti përfshin Ruben Cherres, një mik i Danilo Carrera, kunati i presidentit Lasso. Cherres, i akuzuar pak kohë më parë, ishte ortak biznesi i shqiptarit Dritan Gjika në disa kompani, armë, mijëra dollar dhe makina luksoze të sekuestruara. Operacioni kundër mafias shqiptare në Ekuador del në sken Dritan Gjika. Dritan Gjika, sipas të dhënave të vendit të tij, ka mbaruar shkollën e mesme. Megjithatë, në Ekuador financat e tij u dalluan në pandemi. Mes viteve 2015 dhe 2018, shqiptari nuk ka paguar tatimin mbi të ardhurat. Sipas shërbimit të ardhurave të brendshme, në vitin 2019 dhe 2020, vlera që u tatua i kaloi $500 në secilin prej atyre viteve, por në vitin 2021 ai pagoi $15,342 tatim mbi të ardhurat, ndërsa taksa e daljes së monedhës atë viti kaloi $3,700. Në vitin 2022 nuk ka paguar tatimin mbi të ardhurat, por kontribuoi me $1,805 për dalje të valutës së huaj. Cili është aktiviteti fitimprurës i Gjikës në Ekuador? Gjika inkorporoi një duzinë kompanish në të njëjtën ditë, më 17 qershor 2021, së bashku me Ruben Cherres. Gjëja e dyshimte kompanive të krijuara njëkohësisht është se ato kanë një gamë të gjerë objektesh sociale, duke filluar nga prodhimi i mishit, përmes turizmit dhe promovimit të shfaqjeve. Sipas dokumenteve që dalin në hetimin e kryer nga zyra e asamblestit Ricardo Vanegas, Cherres në dosjen e tij të identitetit figuron si invalid dhe përmend cisternën e naftës si profesionin e tij, pa shpjegime të mëtejshme. Sipas policisë së shtetit shqiptar, Gjika nuk ka precedent penal dhe nuk është arrestuar nga policia shqiptare. Megjithatë, në shtator 2021, policia italiane e dëboi atë nga Treviso, pasi nuk kishte mbledhur dokumentacionin e nevojshëm për të hyrë në atë vend. Të dhënat tregojnë se ai ka udhëtuar mes Shqipërisë dhe Dubait më 7 janar të 2023-shit, në prag të shpërndarjes së audiove të para që zbardhën rastin. Shqiptari Gjika u nis drejt Turqisë, që atëherë nuk ka pasur lajme për të.